Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëj një pyetje. Kush është sekreti juaj që personi i zemrës ju dashuron kaq shumë? Kush është ai sekreti ju keni për personin tuaj të zemrës që ju dashuron kaq shumë? Për çfarë sekreti mbashni ju? Personi i zemrës tuaj është larg. Është pak i dëshpëruar, por është person i drejtë. Do të mbylli një kapitull të vjetër të jetës së tij. Sepse me ty ai ka gjetur paqen, qetësinë. Ky është sekreti që ti ke brenda vetes tënde, te ky person. Pra, sekreti juaj, joti, pra, është sepse ju jeni paqja. Ti je shumë femër paqësore, shumë femër e dashur, shumë femër besnike, e sinqertë te ky mashkull. Dhe nga ky mashkull ti do të marrësh një lajm të befasishëm, një lajm të papritur që do të transformojë jetën tuaj. Është pak i lënduar me ty dhe ti je midis dy alternativave. Pra, ke dy alternativa. Je dyzuar. Foli intuitës tënde të brendshme për të marrë përgjigjen e dur, sepse ti je perëndesha e bukurisë, femra e ti ideale e këtij mashkulli. Pra, sekreti që ky mashkull të shikon si kjo perëndesh bukurie është besnikëria, dashuria që ti i fal pas një lloj interesi. Me kë rezonon kjo? Me binjakët, me luanin, me bigjëreshën, me ujorin, me akrepin, luanin, peshqit dhe bricjapin. Kurse me gërmat mund të rezonoj, është energjia të gjithshme dhe s'mund të rezonoj me të gjithë. Me gërmën sh, i, h, u, n, q, k, gj, r, l, m, z, gj dhe t. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like dhe një thank you të vogël poshtë videos.